Kreuja AK-s Ramush Haradinaj ka hapur fushatën zgjedhore në Obiliq. Së bashku me kandidatin për kryetar të komunës Ali Kresniqi dhe grupin e kandidatëve për kuvendin komunal ecën në sheshin kryesor të qytetit. Haradinaj theksoi se gjatë qeverisjes së tij është bërë ligji për Obiliqin që u siguron fonde shtesë dhe të drejta të tjera qytetarëve shkaku i ndotjes nga Keku. Gjatë këtij aktiviteti elektoral prezantuan kandidatët për kuvendin komunal e shumica të cilëve nuk ishin të pranishëm. Po në kohën e qeverisjes dytë Haradinaj e kemi fuqizuar ligjin për Obiliqin, ju kujtohet në atë kohë ka qenë një proces i thjesht, se ka qenë për të parën herë ndarja e buxhetit edhe fuqizimi i krejt atyre obligimeve që i merr ke ligji. Njëkohësisht në atë kohë e kemi trajtuar Obiliqin me kujdes për projektet infrastrukturore, pra projektet e maja që kanë kërkuar më shumë buxhet se sa kapaciteti i komunës, edhe sheshet, edhe shkollat, edhe shumë projekte tjera të infrastrukturës. Si kandidat për kryetar komunës së Obiliqit në zgjedhjen e komunale të vitit 2021, ka qenë vendimi përbashkë me shuftanë që mos t'i kthejmë shpinën e aleancës dhe duke mos synuar asnjëherë pozita politike. Por siç është thënë, atëherën nga një profesor i tashmë i ndjerë është tradhiti ka kthe shpinën generalit Haradinaj dhe sidomos punëve të mëdha që janë bërë në Obiliq.